Rama nuk iku në Amerikë? Po, Rama mund t'ik në Amerikë, kush e ndalon? Por zotëri, po Rama ta di që në rast se do të mbarojë hetimet e FBI-s, Rama dhe në rast se gjendet prova që janë kundër Ramës do arrestohet. Dhe ekstradim me Amerikën, Rama vete ka bërë ligjin. E me krenari edhe ajo është krenuar. Si Meta, si Berisha, si Luli, si Velia, të gjithë ta. Se krenojnë këta nuk janë, këta janë edhe kaj shumë budallë, se sa flasin më shumë se sa ç'duhet. Dhe votojnë më shumë se sa ç'duhet. E fut fare bjen vetë në grop. Dhe kur i thua re në grop, thot, ha më shpëtoj, thamë, ta ty ku kera, se të shpëtoj. Po mund t'jetë tjetër avokat, mund t'jetë që s'ka faj. Opozita pret një ftesë nga FBI, kurse Ramës mund t'i vini ftesë nga Trumpi. Shiko, unë mendoj se Trumpi mund të luajë shumë bukur, edhe unë do mendoj se Trumpi do luajë shumë bukur, por Rama do ta ketë rrezikun. Po nuk e di a do jetë Rama që do luajë mirë apo Rama do luajë keq sepse ka frikë diçka tjetër që vetëm Rama e di dhe Trumpi nuk e di. Po Trumpi do ta luajë lojën sepse ka Ramën, pra Shqipërinë e ka në NATO. Shiko, janë disa gjëra, se bëjnë disa, janë disa gjëra europiane, amerikane. Pra, janë disa gjëra të cilët nuk thuhen. Janë disa gjëra të cilat thuhen, por kanë atë delikatesën e tyre. Dhe unë dua t'ju sqaroj juve të kuptojmë bashkërisht diçka shumë të rëndësishme, që është kjo. Çfarë? Shqipëria është në NATO. Trumpi nuk do bëjë diçka që të godasi aleancën. Rama është pjesë e aleancës. Në rast se do goditet Rama, vendimarrjet në NATO nuk do jenë të lehta. Për opinionin publik e thënë. Mos prisni nga të huajt. Ju e keni në dorë largimin e Ramës. Mos prisni se do zgjohet Rama do thotë tani po hajde ni merrni karrikën. Çoti Dylbert vigylse në ventat. Ço është? Për respekt ço është, po jo të më të karrikës, ajo është puna jote. Kjo është puna ime. Që do thotë konkurenca është konkurrencë dhe konkurenca është sipas zotësisë. Tani do më thotë dikush, mua, me të drejtë. Po ai ka zotësi duke korruptuar, ai ka zotësi duke u marrë me mafioz, ai ka zotësi për shumë në gjëra të tjera. Dakord me ty jam. Por nuk mund të justifikohemi vetëm me fjalinë që ai ka krimin organizuar, korrupsion, pengmarrje të gjitha këto. Ti, derisa do të vish në tish alternativ, ti zgjidh rrugën më të mirë të mundshëm dhe bë skanim të shoqërisë tonë, çfarë kërkon ajo më shumë se sa i ka dhënë kë. Këtë s'ka bërë opozita jonë. Prandaj mos më përfshit gjithë opozitën. Thuaj një pjesë e opozitës, sepse nuk jemi të gjithë njësoj më zotëri. Lere tani që do vinë edhe zgjedhje lokale apo do vinë apo nuk do vinë apo do t'i gjetë shkarkimin në dorë këtyre. Sepse të gjithë janë krenuar që janë gati për shkarkimin. Por emra konkret për Partinë Demokratike nuk kam, e di pse nuk kam, sepse e kemi thënë që janë shumë, ta dish e kemi thënë e kemi bërë edhe video. Lere, alfabeti më duket se nuk ka 36, por do shkruaj 45. Avokat, po mos ju propozojnë ju? Jo. Se ti mendon se do propozojnë mua, edhe ti mendon se ata do propozojnë mua duke thënë që nesër po zgjodhet ti do ma ngresh telefonin? Se di. Unë telefon në rast se zgjidhem nuk ngrej. Tek asnjë nga ata, edhe sikur të më propozojnë, po vetëm të qytetarët. Në rast se ndodh kjo gjë. Po nuk ndodh kjo gjë, është diçka e shpejtë, në rast se dikush nga ata propozon, po për shkak se janë shumë, e kupton edhe unë them janë shumë propozim tani. Tani edhe ti. Ata vdesin për kandidatë, kështu gjë është tani. Do dalin emra të tjera, aty do bëhet konkurrencë pa imagjinueshme, dhe u bë ky të dalë kandidat tani të marrë. Ky as votën e vet do marrë, kupton, edhe vetëm votën e vet. Kupton tani. E pastaj fillon kurrja kështu. Ky duhet të jetë i Ramës sepse kështu ashtu, e kupton. Dhe jo, por këti t'ja kemi kështu atë, ky kështu ashtu, e kupton, edhe pastaj fillon i shpikin gjëra me radhë. Prandaj mos thuaj emra kështu vëlla, sepse i kap zemra më ti. E pastaj pse në i gjë edhe ti. Mos bëj kështu, mos njofto këto gjëra. Akoma. Emri i kandidatit është akoma shumë larg. Unë uroj që biseda jonë mos jetë aq larg sa ç'është emri i kandidatit, biseda tjetër. Unë kandidatin e shikoj
në vendimin e gjykatës kushtetuese në rast se Velia do shkojë ta dërgojë. Unë uroj që Velia të bëj ankimin në gjykatë kushtetuese, se do të kemi për të parë një gjykim të tillë brenda llojit Partisë Socialiste, dhe përveç kësaj do shkojmë në gjykatën kushtetuese, e cila do bëjë një hetim administrativ disiplinor, se kështu e ka përmbajtjen ajo dispozit. Pra, shkarkimi i tij vjen si një ndëshkim administrativ disiplinor, pra ata që di ta lexojnë mirë nenin 62 të 139 të 2015 të ligjit për vetë qeverisjen vendore, por pavarësisht se ekziston edhe një pik aty që thot për vendim formës prerë për shpallët e i fajshëm, duhet të keni parasysh që për gjithë procesin në gjykatën kushtetuese duhet të bëhet sipas standardeve dhe nuk duhet thjesht vetëm të mbetemi sepse personi është në mas sigurie. Duhet të gjejmë edhe elemente të tjerë të cilët kanë të bëjnë me vullnetin e tij që mos të marrë pjesë në krye të detyrës. Ai në kushtet që jemi, për mua nuk duhet të shkarkohet. Shumë nga ju do të jeni të këqij, do thoni pse, se ai ka bërë këtë, ka bërë atë, ka bërë kështu. Unë do doja shumë që zoti Velia të qëndronte deri në 2027, Partia Demokratike si një parti e kryesore e opozitës të gjente kohën të analizonte dhe të punonte për Tiranën dhe të dilte me një kandidaturë të mirë në 2027. Partia Demokratike, në rast se do dalë me një kandidaturë në 2026, se derisa unë mendoj në rast se zoti Velia nuk ka ankimon, unë mendoj se 2026 do bëhen zgjedhjet. Dhe në rast se ndodh kjo gjë, atëherë unë mendoj se kandidati që duhet të jetë një kandidat i cili të pranojë edhe humbjen ose të pranojë edhe fitoren, por të paktën të punojë për të fituar gjithmonë opozita e bashkuar në zgjedhjet lokale të Tiranës, sepse në zgjedhjet e 2027 nuk duhet që opozita të jetë e përçarë. Sepse këtë do investojë zoti Rama të jetë opozita e përçarë. Në rast se opozita është e bashkuar kundër zotit Rama, zoti Rama ikën nesër nga pushteti. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.